nuk ka një qëndrim uniform në Bashkimin Evropian, por ajo që është më e rëndësishme se sa kjo, është që nuk bën vaki në Bashkimin Evropian. Që njerëzit pezullohen nga funksionet, është unike në historinë e Evropës kjo, duke qenë të zgjedhur. Nuk bën vaki në Bashkimin Evropian që kryetarët e bashkisë të merren nga zyra dhe të çohen në burg pa gjyq dhe të mbahen në paraburgim për muaj e muaj të tërë. Nuk bën vaki në Bashkimin Evropian që, siç e thot jo qeveria e Shqipërisë, po Komisioni i Torturës i Strasburgut, një vend të ketë më shumë të paraburgosur se sa njerëz të gjykuar dhe të burgosur me gjyq. Kështu që në këtë pikë unë besoj që të gjithë duhet të bëjmë punën dhe të luajmë rolin tonë.